Përshëndetje, nderuar specialist, doktor, profesor, zoti Juka, zoti Sharka, zoti Shuperka, zonja Vuksani dhe shumë specialistë të tjerë që kanë punuar dhe kanë kontribuar ndër vite ndërkohë, kanë folur publikisht për çështjet të sigurisë ushqimore. Të dashur qytetar, i nderuar doktor profesor Berisha, sot jemi mbledhur për të diskutuar një shqetësim të hershëm të ngritur nga Partia Demokratike. Mbase jo aq të zhurmshëm se çfarë ka ndodhur me sigurinë ushqimore. Por jetojmë një kohë pasigurish. Në kohë ku kemi pasiguri për jetën, pasiguri për pronën, një ditë bukur vendos kalon një projekt dhe shumë qytetarë kanë gjetur veten pa çati. Në pasiguri për shkollimin e fëmijëve, në pasiguri për sistemin mjekësor. Dhe mes tyre, mbase jo kaq e zhurmshme, është pasiguria ushqimore. Është një çështje që në mendimin tim mund të jetë pasiguria më e frikshme që po bën kërdim dita ditës në familjet tona dhe tek fëmijët tanë. Lidhet me ushqimin që kemi të shtruar çdo ditë në tryezat tona. Dhe për ta ilustruar papërgjegjshmërinë e një qeverie që gati prej më shumë se një dekade nuk ka bërë asgjë në lidhje me këtë çështje, sot do të paraqesim para jush denoncime të kryera nga gazetar, por jo vetëm. Raportime nga institucionet të Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Raportime nga ekspert. Në vetëm një vit, vetëm gjatë vitit 2024, do i ftoj të ndiqni videon me kujdes se çfarë ndodh në tregjet tona dhe se çfarë ndodh në Shqipëri. Mi lutem video. Si që shihni miq, kjo është situata në tregjet tona. Dhe këto janë vetëm një pjesë, vetëm ato të raportuarat. Pasi jo vetëm që qeveria ka dështuar të ofrojë siguri ushqimore, por e ka trajtuar institucionin që është përgjegjës për këtë çështje, AKUM, si një plaçk lufte që her pas here ju jepeshe alatëve të saj, her pas here banditëve dhe deri më tani vonë si ja dha dhe një shërbëtori të tyre në këtë drejtësinë e re. Është trajtuar si një institucion ku ka një tuf gjobvënës, të cilët përveç se vendosjes të gjobave dhe krijimit të parave në mënyrë të dyshim, që s'ka arsye tjetër pse po se quajmë, nëpërmjet korrupsionit, e kanë dështuar këtë institucion. Mungesa e vëmendjes së qeverisë mbi këtë institucion, mbi laboratorët që duhet të ngrej. Mungesa e vëmendjes së qeverisë në lidhje me ushqimet që ne konsumojmë. Jo vetëm që ka rrezikuar jetën tonë, por ka dështuar sot produktet e fermerëve shqiptar, të cilët nisen drejt Bashkimit Evropian. Nuk ka gjë më të trisht për një fermer që pasi nxjerr produktin, merr vesh që në dyert e Bashkimit Evropian, ai produkt i kthehet mbrapa për në Shqipëri për shkak të pesticideve të përdorura, të cilat janë futur nën
përgjegjësinë e qeverisë. Nuk ka gjë më të trishtë të mos i ofrosh asistencë një fermeri që të krijoj produktet e famshme që ne po flasim Made in Albania. Dhe ajo është çka duhet bëjmë ne. Partia Demokratike ka prej kohësh që e ka evidentuar si shqetësim. Si një shqetësim që prek në themel shëndetin publik të shqiptarëve, por dhe të ardhurat dhe të fermerëve. Një instalacion që sot ka bë kryeministri ka kushtuar 5 milion euro për të qetësuar nervat e tij. Me 5 milion euro të dashur qytetar mund të ngriheshin 2 laborator të sofistikuar për sigurinë ushqimore. 0 fonde për laborator, 0 fonde për rritjen e sigurisë ushqimore. Kjo është papërgjegjësia e një qeverie për shëndetin tonë dhe të fëmijëve tanë. Më besoni, e kam ndjekur këtë çështje me shumë kujdes. Jemi në kushtet e një emergjence kombëtare. Dhe jo më kot, Partia Demokratike propozon, angazhohet të kthejë çështjen e sigurisë ushqimore si çështje të sigurisë kombëtare. Siguri ushqimore e barabartë me siguri kombëtare. Zgjidhje strategjike që propozon Partia Demokratike janë: angazhohemi për përfshirjen e sigurisë ushqimore si pjesë e sigurisë kombëtare. Të forcojmë bashkëpunimin ndërsektorial për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit publik, përmes një qasje të integruar ndërmjet shëndetit publik, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Do ndërtojmë një sistem kombëtar të qëndrueshëm për mbikëqyrjen dhe garantimin e sigurisë ushqimore, parandalimin e sëmundjeve zoonotike dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, si themelin e stabilitetit ekonomik dhe besimit publik. Në kuadër të këtij zotimi, do rithemelojmë autoritetin kombëtar të sigurisë ushqimore si institucion të sigurisë kombëtare. Sot problematikat janë të shumta. Institucionet përgjegjëse për sigurinë ushqimore, AKU, AKVMB dhe ISUF përballen me mbivendosje kompetencash, mungesë bashkëndimi dhe vakum përgjegjësish, duke bërë sistemin e sigurisë ushqimore jo funksional dhe të pabesueshëm për konsumatorin. Institucionet ja hedhin faj njëri tjetrin, ndërkohë që zinxhiri i kontrollit ushqimor mbetet i paqartë dhe jo efektiv. Dhe zgjidhja që Partia Demokratike do t'i jap pas 11 majit është ristrukturimi funksional i AKU-s si agjenci ekzekutive autonome me kompetenca të plota për administrimin e burimeve njerëzore dhe operacionale, dhe ndryshimi fillon nga emri, duke i quajtur AKSU, Agjencia Kombëtare e Sigurisë Ushqimore. Dhe kjo është ajo çka do t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar për të garantuar ushqimet më të sigurta në rajon, por jo vetëm, po për të garantuar eksportet Made in Albania me vlera më të larta ushqimore dhe më të sigurta në gjithë Bashkimin Evropian. 2 faktorë janë shumë të rëndësishëm. Shëndeti jonë, të cilët do ta garantojmë nëpërmjet ndryshimeve ligjore, dhe vullnetit të qeverisë Berisha për t'i dhënë zgjidhje, për të patur siguri në tavolinat tona, tek ushqimet tona. Dhe momenti i dytë, do të garantojmë fermerët nëpërmjet prap një kursi ndryshimesh ligjore dhe i vullnetit të plot, që produktet e tyre të jenë të vlerësuara dhe të shitura në Bashkimin Evropian dhe jo të kthehen si rasti mandarinave apo shumë raste të tjera. Për më shumë mbi programin tonë, mbi detaje të cilat janë konsultuar me ekspertët më të mirë vendas, por jo vetëm, edhe të huaj, do t'i jap fjalën doktoresha Ana Vuksanit, e cila është një nga ekspertët më të mirë në këtë fushë dhe ka punuar së bashku me të gjithë grupin e ekspertëve për të ngritur një angazhim dhe një program që ju përgjigjet shqiptare në çështjen e sigurisë ushqimore. Ju faleminderit. Ashtu siç e